Përshëndetje të dashur teleshikues të RTS Korçës dhe dëgjues të Radio Korçës. Jemi përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini, si çdo të martë nga ora 17 deri në orën 18. Në emisionin e kaluar kemi trajtuar disa projekt ligje që kishin të bënin me fushën e tatimeve, por edhe projekt vendime të rëndësishme që kishin të bënin kryesisht në rritjen e pagës minimale nga janari vitit 2026, me rritjen e pagave në sektorin shtetëror dhe disa projekt vendime të rëndësishme që ishin kryesisht në fushën e tatimeve dhe në fushën e sigurimeve shoqërore. Sot do të vazhdojmë përsëri në tjetër temë për shkak se ndryshimet që priten të ndodhin në janar të vitit 2026 janë të ndryshme dhe në fushën e tatimeve, në fushën e sigurimeve shoqërore, dhe ne do të vazhdojmë të ngelemi në tjetër temë për të sqaruar më mirë qytetarët, më mirë ata personat cilët ushtrojnë një aktivitet privat, se cilat do të jenë ndryshimet që edhe ata të jenë të përgatitur për vitin 2026 në momentin që këto projekt ligje do të diskutohen dhe do të miratohen në parlament, do të marrin forcën e ligjit për të zbatuar më pas duke u bashkëngjitur dhe me aktet ligjore të tjera të cilat do të bëjnë të zbatueshme pikërisht këto ligje. Gjithashtu edhe për projekt vendime të rëndësishme të cilët kanë bëjnë jo vetëm në fushën e tatimeve, por edhe në fushën e sigurimeve shoqërore. Bashkë me mua sot, si gjithmonë, është zoti Fatmir Ceci, një ekspert në fushën e ekonomisë. Përshëndetje Fatmir. Përshëndetje. Mirë se erdhët përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini. Ne Fatmir në emisionin e kaluar trajtuam faktikisht midis të tjerave dhe rritjen e pagës minimale, ajo që është deklaruar tashmë, duke filluar nga janari vitit 2026, paga minimale do të shkojë nga 40.000 në 50.000 lekë. Dhe trajtuam edhe disa problematika që kishin të bënin pikërisht me rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave në sektorin shtetëror, që e trajtuam dhe thamë që kjo do të jetë dhe një indicie për rritjen e pagave dhe në sektorin privat, por gjithsesi të ngelemi në rritjen e pagës minimale. Normalisht duhet të jemi të qartë që rritja e pagës minimale përveç të tjerave do të ketë efekte edhe në kontributet për sigurimet shoqërore, për personat e punësuar me një pagë minimale, për personat që ushtrojnë një aktivitet privat, personat fizik apo të vetë punësuarit, por unë do të shtoja Fatmir se rritja e pagës minimale në janar të vitit 2026 do të ketë efekt edhe për pagesën e kontributeve për personat e siguruar të cilët mbulojnë periudha të pambuluara me skemën e sigurimit të detyrueshëm, me skemën e sigurimit vullnetar. Dihet ligji ka përcaktuar që masa e kontributit në degën e pensioneve për gjithë ata të cilët të paguajnë kontribute si sigurim vullnetar në skemën e sigurimit vullnetar është 21.6% të pagës minimale. Dhe duhet të qartësojmë qytetarët që rritja e pagës minimale në janar të vitit 2026 do ketë normalisht dhe një efekt të rritjes së masës së kontributit që ata duhet të mbulojnë për periudha të pambuluara me skemën e sigurimit të detyrueshëm nga 1 tetor i vitit 1993 deri në 30 dhjetor të vitit 2024. Nëse sot 21.6% e pagës minimale 40.000 lekë është 8.640 lekë, duke filluar nga 1 janar i vitit 2026, me pagën minimale 50.000 lekë, do të jetë 10.800 lekë në muaj, që do të ketë një efekt financiar prej 2.160 lekë në muaj, diferencën midis pagës 40.000 lekë dhe pagës 50.000 lekë, ose 25.920 lekë në vit. Kështu që duhet t'ju drejtojmë edhe qytetarëve të cilët duan të mbulojnë periudha sigurimi me skemën e sigurimit vullnetar, që të nxitojnë se deri në 30 dhjetor të vitit 2024-2025 do të ketë një pagë ose një kontribut në muaj 8.640 lekë, duke filluar nga 1 janar i vitit 2026, normalisht do të kemi edhe një shtesë prej 2.160 lekë. Kjo do të qartësuar për çdo lloj periudhe që ata duan që të paguajnë. Për gjithë periudhën që një person i siguruar kërkon të mbulojë me skemën e sigurimit vullnetar, pavarësisht se çfarë periudhe mbulon, duke filluar kuptohet nga 1 tetor i vitit 1993 deri në 30 dhjetor
të vitit 2025, normalisht ka të drejtë dhe do të jetë e njëjta mas kontributi, sot me pagën 40.000 lek, ose 8.640 lek në muaj, dhe duke filluar nga 1 janari vitit 2026. Sigurisht kjo do ndikojë në rritjen e pensionit të tij, apo jo? Patjetër që do të kemi një rritje të bazës së vlerësuar, do paguaj, nëse do paguaj periudha të pambuluara sot me 40.000 lek dhe nesër me 50.000 lek, flas për pagën minimale, ne kemi shpjeguar që pikërisht koeficientit e indeksimit të pagave bën të mundur aktualizimin e pagës, kështu që një person i siguruar nëse sot paguan për një pagë 40.000 lek, duke filluar nga viti tjetër, do të aktualizohet dhe llogaritja e bazës së vlerësuar do jetë për 50.000 lek, jo për 40.000 lek. Është interesi qytetarëve sepse paguan më pak deri në fund të vitit 2025 dhe nesër do të përfitoj të jetë vlerë sikur e ka paguar me pagën minimale 50.000 lek. Kjo është një apel për gjithë ata persona të cilët kërkojnë të mbulojnë periudha të pa mbuluara me skemën e sigurimit të detyrueshëm. Por rritja e pagës minimale në fakt ka efekt edhe në pensionet e invaliditetit, sepse ligji përcakton që pensionet e invaliditetit të plotë nuk mund të jenë më të ulta se 75% e pagës neta. Në momentin që në 1 janar të vitit 2026 do të kemi një rritje të pagës minimale, kuptohet do të kemi dhe një rritje të pagës neto. Dhe nëse sot një pension invaliditeti plotë shkon 26.640 lek, domethënë nuk mund të jetë më ulët se 26.640 lek, që do thotë që më falni, nëse një pension invaliditeti plotë pas llogaritjes një lloj si pensioni pleqërisë që ne kemi shpjeguar faktikisht edhe herën e kaluar në 59, është më ulës se 26.640 lek ose 75% e pagës neto minimale, që sot është 40.000 lek. Atëherë duke filluar nga 1 janari vitit 2026 për gjithë pensionet e invaliditetit që do kenë një datë lindjes së drejtë nga 1 janari vitit 2026 dhe në vazhdim, pensioni i invaliditetit përqindja është 75% e pagës neto, me ndryshimin e pagës minimale ndryshon paga neto dhe duke filluar nga 1 janari vitit 2026 me datë lindjes së drejtë 1 janar 2026 dhe mbrapa do kemi një pension invaliditeti jo më të ulës se 33.300 lek. Nëse më pas do të flasim për pensionet e invaliditetit të reduktuar apo pensionet e invaliditetit të pjesshëm, normalisht dhe personat të cilët do kenë një datë lindjes së drejtë pas 1 janarit të vitit 2026 do të kenë efekt financiar në masën e pensionit, për shkak se pensioni i invaliditetit reduktuar ne kemi shpjeguar që është raporti i periudhës së sigurimit që ka një person i siguruar me periudhën që kërkohet sipas Neni 35, mosha -20 herë 34 dhe pensioni i pjesshëm kuptohet bëhet fjalë për ata persona të cilët me vendim të këmbcapit të rajonit ose dhe këmbcapit e pror përfitojnë një pension invaliditeti të pjesshëm, është 50% e masës së pensionit invaliditetit të plot. Llogaritet një lloj si pensioni invaliditetit të plot dhe më pas indeksohet me 50%. Që do të thotë pas 1 janarit do të kemi dhe një ndryshim, ka ndryshime, rritja e pagës minimale në fakt do të kenë ndryshime jo vetëm për pensionet e invaliditetit, jo vetëm siç e shpjeguam për skemën e sigurimit vullnetar, por ne apasapi do t'i sqarojmë të gjitha ndryshimet që do të... Kam një pyetje që nga një dëgjues i cili është interesuar për të ditur më qartë atë që shpjeguam emisionin e parë. Si do të ristrukturohet pensioni me këtë rritjen, ngatrojnë tek fjala çdo muaj, mos është çdo vit, se çdo muaj 1.800 lek për shembull. Do më dojmë, e kuptova. Ne munduam ta shpjegojmë radhën e parë, por përsëri ishte pa shpjegueshme për qytetarin. E shpjeguam pak e kaluar, do mundohem të jep pak më thjeshtë. Ne kemi thënë dhe po e përsërisim që akoma nuk kanë dalë aktet ligjore dhe ligjore për të bërë të mundur të jemi dhe ne më të qartë për atë se çfarë do përfitojnë pensionistët duke filluar nga 1 janari 2026, por nëse do nisemi vetëm nga projekt ligji, nëse do nisemi vetëm nga deklarata që ka bërë kryeministri, që shumë shpejt janë duke u përgatitur dhe aktet ligjore,
për pensionet e plota, dhe më pas do vazhdojmë dhe për pensionet e tjera, për llojet e tjera të pensioneve. Pensionet e plota është deklaruar që do të kemi një shtesë mujore prej 1.800 lekë. Që thotë gjithë ata persona të cilët përfitojnë sot një pension të plot urban, janë të ndara pensionet urbane dhe rurale, dhe e kemi shpjeguar që pensionet rurale janë pikërisht ato pensionet të cilat më shumë se gjysmën e periudhës së vitësisë e kanë në ish kooperativat bujqësore, dhe këto pensionet e plota urbane do rriten në masën 1.800 lekë në muaj. Pavarësisht se sa merr për 12 muaj, pavarësisht se sa është masa e pensionit, jo mbi 400 ose nën 400. Pavarësisht se sa është masa e pensionit, të gjitha do ta përfitojnë të gjithë. Do përfitojnë një masë 1.800 lekë çdo muaj, deri 1 janar të vitit 2026 deri më 31 dhjetor të vitit 2026. Dhe më pas, duke filluar nga viti 2007 deri në vitin 2029, do 2 fishohen, 3 fishohen dhe 4 fishohen pikërisht masa prej 1.800 lekë në muaj, që do jetë shtesë e pensionit dhe nuk ka të bëjë me indeksimin e pensionit, që është një normë ligjore që çdo vit për inflacionin, është tjetër gjë. Për shkak të inflacionit, për shkak të ndryshimit të çmimeve të disa produkteve ushqimore apo dhe të shërbimeve. Dhe më pas do të kategorizohen që pensionet e invaliditetit, pensionet familjare apo dhe pensionet rurale do të kenë një shtesë mbi pension. Qëllimi i këtij rivlerësimi ose ristrukturimi është që të kalohet tek paga, tek pensioni minim mesatar 400.000, do të thosë se përveç kësaj që në fakt pensioni i plot i pleqërisë do të shkojë në vitin 2029 40.000 lekë. 40.000 lekë ose katë. Kemi thënë dhe është thënë edhe nga strukturat e sigurisë shoqërore, po dhe vetë Këshilli i Ministrave tashmë është ulur, ka kohë që është ulur për të bërë përmirësimin e pensioneve. Dhe kjo nuk do jetë vetëm në fushën e pensioneve, sepse që të kesh përmirësime në fushën e pensioneve, të kemi një pension më dinjitos, duhet patjetër që të kemi dhe përmirësimi dhe ndërhyrje edhe në skemën kontributive, duke rritur numrin e personave të siguruar, duke rritur raportin kontribues përfitues, dhe kuptohet duke synuar atë që dhe projekt ligje që ne do t'i shpjegojmë sot në këtë emision, që kanë bëjmë me fushën e tatimeve, do të synojnë që çdo person i siguruar të paguajë kontribute mbi pagën reale. Pagesa e kontributeve mbi pagën reale dhe jo mbi pagën minimale do të bëjë të mundë rritjen e të ardhurave kontributive, se edhe rritja e pagës prej 50.000 lekë, skemat e sigurimit shoqërore kontribute do të kemi rritje të kontributit. Do të kemi edhe për punonjësit të cilët do të kemi një pagë më të lartë në vitin 2026, do të kemi edhe rritje të sigurimit shoqërore dhe shëndetësore. Dhe pikërisht këto reforma që do të synojnë rritjen e pagës, do të synojnë më pas dhe rritjen e përfitimit, që të shkojnë në drejt një pensioni minimal në vitin 2029 prej 40.000 lekë. Pikërisht edhe këto shtesa mbi pension do e bëjnë të mundur, gjatë këtyre 4 viteve do kemi dhe indeksimin e pensioneve. Gjatë këtyre 4 viteve do kemi dhe indeksimin e koeficienteve për efekt të llogaritjes së masës fillestare të pensionit, indeksimi i pagave, që e kemi shpjeguar që bëjmë aktualizimin e pagës së një viti korrent në vitin 93 dhe në vazhdim deri në fund të vitit 2028 për të bërë të mundur që në 2029 të kemi dhe një aktualizim të pagës dhe të pensionit. Po jo vetëm kaq, burimi i rritjes së pensioneve nuk do jetë vetëm skema e rritjes së pagave, domethënë dhe të kontributeve ose të kontributeve, por do të jetë edhe ndikimi i burimit të ardhurave nga shteti, domethënë. Patjetër, se sidoqoftë rritja demografike, kushtet ekonomiko-sociale që janë, nuk e pavarësisht sa do të përsoset, sa do të eliminohet informaliteti në pagat dhe në deklarimet, përsëri ajo sipas të dhënave të ekspertëve nuk e mbulon dot skemën, nuk është një zgjidhje përfundimtare e skemës së pensioneve dhe të sigurimeve. Këtu një rol të rëndësishëm do të luajnë dhe fondet të akorduara nga shteti. Kjo është e vërtetë një pjesë e mirë e skemës sot aktualisht përballohet nga buxheti i shtetit. Edhe do vazhdoj të përballohet me sa. Dhe do të vazhdoj të përballohet nga shteti, por qeveria është ulur sot edhe me strukturat
nivelin ndërkombëtar, me FMN, me Bankën Botërore, për të bërë një reformë të thellë në fushën e sigurimit shoqërore, për të bërë të mundur edhe zvogëlimin e financimit nga buxheti i shtetit, që skema kontributive të përballohet pikërisht nga kontributet e të gjithë të punësuarve dhe të vetë punësuarve, të përballojnë përfitimet, por është diskutuar dhe ne kemi trajtuar dhe në emisionet e kaluara, që sot për sot ne kemi 2 kolona në skemën e sigurimit shoqëror, atë kolonë e parë dhe kolonë e tretë. Kolona e parë që ka të bëjë me pikërisht me skemën e sigurimit të detyrueshëm, që ne kemi trajtuar, do vazhdojmë të trajtojmë gjithë skemat e kontributeve në sistemin e sigurimit të detyrueshëm, po dhe skemën vullnetare që e trajtuam pak në fillim të emisionit, edhe ajo është kolona e tretë. Dhe nuk kemi kolonën e dytë që ka të bëjnë kryesisht me kontributet private apo me fondin e pensionit, që sot për sot janë private, por janë vullnetare, nuk janë skema të detyrueshme. Në momentin që ndoshta si shumica e vendeve të Europës do të kemi që dhe kolona e dytë të sanksionohet me ligj për të bërë të mundur skemën e detyrueshme private, ndoshta do të kemi dhe atë që kemi thënë që do të paksojmë financimin nga buxheti i shtetit për të bërë të mundur dhe një pension më dinjitos për të gjithë personat e siguruar. Por kuptohet që parimi kryesor i skemës kontributive që nga viti 1883 në Gjermani është që personat e afër punë paguajnë për personat e brezave të ardhshëm, e pa aftë për punë. Kështu që normalisht duke marrë shkas edhe nga ndryshimet pas vitit 91 të sistemit, ku kishim një numër kontribut shumë të lartë se sa përfitues, sot edhe për shkak të ndryshimeve të emigracionit, edhe për të lindjeve të pakta dhe tjera. Po edhe për shkak të asaj që ne e kemi thënë në vitet e para pas 93-shit, kishim më shumë një punë të zezë, kishim persona të cilët nuk siguroheshin nga punëdhënësit, që sot për hir të së vërtetës është eliminuar në pjesën më të madhe të tyre, por kemi dhe atë që ne e quajmë punë gri, që personat nuk sigurohen me pagën reale, po sigurohen me pagën minimale. Edhe kjo është një burim i cili mund të ndikojë deri diku për të rritur pensionin, por nuk është terrusta e fjala. Gjithmonë se këtu mbetet tek kjo skema. Dihen dhe ku mund të kalohet shifra maksimale me eliminimin e informalitetit, me rritjen e pagës në mënyrë të sforcuar, kuptohet, jo se nuk bëhet rritje e pagës në mënyrë vullnetare, bëhet zakonisht me ligj, dhe por përsëri kjo nuk, sipas ekspertëve gjithmonë mendoj, nuk është shtërruese, domethënë që e zgjidh përfundimisht problemin e fondeve për pensionet, për të rritur ato në mënyrë të kënaqshme ose në mënyrë shumë të dinjitoze. Kemi një pension, një përfitim më dinjitos. Për arsye se është një burim i cili ka një kufi, ka një tavan për arsye demografike, se popullsia tash zakonisht është 2-2, domethënë, një çift prodhon 2 fëmijë, domethënë, ose po kemi numër të vogël të lindjeve. Kemi emigracionin që ndikojnë vërtet Fatmir, po unë do të thoja që shteti ka menduar që duhet të ndikojë përsëri me fondet e veta, e cili deri dje ka qenë një tabu, që këtë të përballoshë vetëm me fondet e pagave. Nuk ka qenë kështu, sepse pjesën të madhe të periudhave gjithmonë flas pas 1 tetorit të vitit 93. Skema kontributive, përfitimet janë mbuluar me të ardhurat që grumbulloheshin, sepse thash kemi patur dhe një numër të lartë kontribuesit në krahasim me përfituesit. Por gjithsesi edhe sot, vërtet që një skemë kontributive përballohet nga një pjesë e skemës përballohet nga buxheti i shtetit, por duhet kemi parasysh që pagesa e përfitimeve disa prej tyre, siç po përmendu në kompensimin nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike, siç po përmendu në kompensimin nga rritja e çmimit të bukës, siç po përmend pensionet suplementare. Pensionet suplementare të kategorive të ndryshme, siç janë
po them suplementare shtetëror, të cilët vërtet përfitimet janë shumë të larta se sa kontributet që arktohen. Pensionet suplementare të ish ushtarakëve, pensionet e parakoshme të ish ushtarakëve, pensionet e minatorëve në nën tokë, pensionet e personave të cilët të gëzojnë një titull shkencor, po them profesor i asociuar. Të gjitha këto skema suplementare nuk përballohen nga kontributet suplementare që paguan një person i siguruar në këto fusha që i përmendim dhe ka dhe të tjera, dhe do të vazhdojnë skema të tjera, janë pensionet e posaçme shtetërore, që ato të gjitha 100% përballohen nga buxheti i shtetit, sepse nuk janë pjesë kontributive nga kontributet për sigurimet shoqërore. Gjithashtu ne sot kemi që njohim si vidhësi pune, po them periudhën e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv për burrat, dhe normalisht personat të cilët kanë kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak aktiv nuk kanë paguar kontribute për sigurimin shoqëror se nuk kanë pagë. Por ligji është i tillë që e njeh si vidhësi pune. Dhe këtë pjesë normalisht e dertë dhe e paguan buxheti i shtetit në favor të kontributit, të skemës kontributive. Ne kemi deri në vitin 2032 ligji njeh si vidhësi pune periudhën e studimeve të larta për gruan deri në vitin 2032. Dhe normalisht një studente nuk paguan kontribute për sigurimin shoqëror, se nuk ka pagë. Ligji njeh vidhësi pune deri në 6 vjet dhe normalisht gjithë periudhë paguan buxheti i shtetit në favor të gruas, i cila vazhdon studimet e larta për një periudhë deri në 6 vjeçare. Që do të thotë ka skema që detyrimisht do të vazhdojnë të përballohen nga buxheti i shtetit, sepse skema kontributive është gjithmonë me atë parimin kryesor të dytë, që paguaj kontribute që ti kesh nesër për të përfituar kur je në kushtet e paaftësisë për punë, kur plotëson moshën për pension pleqërie, kur je në kushtet e pensionit të invaliditetit, kur je në kushtet e përfitimit të paaftësisë përkohshme në punë, të ardhurar për balindje, të aksidentit në punë, sëmundje profesionale, kur je në kushtet e pagesës papunësisë. Çdo kontribues mendon që po paguaj kontribute për të patur nesër për në kushtet kur ti jemi i pa për punë. Që të thotë skemat e tjera që rregullohen me ligjet veçanta, me aktin ligjore të veçanta, janë kontribute shtesë që detyrimisht do vazhdojnë të përballohen nga buxheti i shtetit, sepse rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe kompensimi që i japin strukturat e sigurimisë shoqërore, i japin pikërisht vetëm për shkak se janë organe të specializuara për pensionistët dhe këto skema, këtë ndryshim të çmimit nuk kanë lidhje me kontributet, normalisht do t'i përballoj, do vazhdoj t'i përballoj buxheti i shtetit. Edhe në të ardhmen, dhe këto shtesat që ne jemi në pritje dhe ndoshta në janar do jemi, çdo pensionist do marrë një shtesë për pension, janë shtesa që nuk vijnë për shkak të kontributeve. Shkak të kontributeve vjen pikërisht performanca. Flasim për kontributet, për këto janë politika sociale të tjera. Dhe doja të shtoja që ta përfundonim këtë temë, që skema kontributive shumë shpejt do mbulojë pikërisht përfitimet. Kuptohet duke përjashtuar skema të veçanta të cilat përballohen nga buxheti i shtetit, sepse detyra e institutit të sigurimisë shoqërore apo struktura e sigurimisë shoqërore është që shpërndan këto ndryshime që rrjedhin nga akte ligjore dhe ligjore të veçanta, pikërisht sepse janë organe të specializuara, por nuk ka pse të prek pjesën kontributive të personave të punësuar apo të vetë punësuar që pagojnë kontribute për, po them, një burr që ka kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak aktiv në një periudhë kohë të caktuar dhe normalisht nuk ka patur pak, nuk ka paguar kontribute për sigurinë shoqërore. Këto skema përballohen nga buxheti i shtetit. Dhe skemat suplementare, në fillim ato kuptohet pothuajse një pjesë e madhe e tyre përballohen nga buxheti i shtetit, për shkak se pagesa e kontributeve ka filluar shumë vonë. Pavarësisht se ligji njeh që po them për rastin e ish ushtarakëve, apo edhe vazhdojmë edhe me persona të cilët kanë një funksion kushtetues, që paguajnë kontributet suplementare, por kjo kontribut suplementar nuk mjafton për të përballuar përfitime suplementare. Me kalimin e kohës, me zgjerimin e skemës, tashmë
edhe së fundmi kemi një zgjerim të skemës së sigurimit suplementar, do të bëjmë të mundur që edhe kontributet suplementare të përballojnë po them përfitime suplementare që rrjedhin nga ligjet të veçanta. Megjithatë, Fatmir, do të vazhdojmë të jemi përsëri me ndryshimet dhe të shpresojmë atë që tha dhe ju që pikërisht të ndryshimet do bëjnë të mundur edhe rritjen e masës së pensionit për një pension më dinjitos, që kontributet që paguan gjithsecili në historinë e vet të punësimit të bëjnë të mundur edhe përfitimin dhe kthimin mbrapsht të gjitha kontributeve që ata kanë paguar në kohën kur të jenë të paafër punë. Sepse ne kemi thënë që edhe ligji numër 7 i vitit 2025 për lojën e vidësisë në punë, në ish ndërmarrje shtetërore, ish institucione shtetërore, ish kooperativa bujqësore apo ish ndërmarrje bujqësore, pikërisht ka bërë të mundur që të kemi edhe rritje të masës së pensionit, sepse kemi vite kontributive më shumë, për shkak se njën periudha vitësie punë nga mosha 18 vjeç deri në 30 shtator të vitit 1993 për një banor në qytet, por kemi edhe një pagë referuese më të lartë, se çdo i punësuar, pavarësisht se ku ka qenë i punësuar në periudhën deri në të treshit, paga merret 3288 lekë, një lloj sa merret deri dikur me vendim të Këshillit të Ministrave një specialist i mesëm, pavarësisht se ai nuk ka qenë specialist i mesëm, po ka qenë në një punë, po them, me një pagë referuese më të ulët se 3288 lekë. Domethënë gjitha reformat që kanë dalë dhe do vazhdojnë të dalin gjatë kësaj periudhe, synojnë gjithmonë rritjen e masës së pensionit, gjithmonë rritjen e masës kontributive, siç janë këto që ne do i trajtojmë edhe sot, që të bëjnë të mundur edhe përballimin e përfitimeve nga të ardhurat që grumbullohen për shkak të pjesës kontributive, por edhe më pas të kemi një financim sa më të ulët, për mos thënë zero, nga buxheti i shtetit të skemës kontributive. Sepse buxheti i shtetit, e them edhe një herë, ka për detyrë të përballojë pikërisht ato skema, të cilat ai ndryshon me ligje të veçanta, siç është dhe pensioni social, po them që pa patur kontribute 15 vjeç që kërkon ligji numër 7703 në moshën 7 vjeçare, një person i cili nuk i ka këto ka të drejtë të përfitojë një pension social që pa qenë pjesë e skemës kontributive. Dhe tani të vazhdojmë pikërisht me projekt ligjet në fushën e tatimeve, çfarë ndryshime ka, ku synojnë, në cili është qëllimi këtyre ndryshimeve, sepse ka ndryshime vërtet të rëndësishme, siç është ndryshimi për procedurat në ligjin për procedurat tatimore, siç është ndryshimi në ligjin për të ardhurat personale, për taksat vendore dhe për shumë ligje të tjera që edhe këto do të synojnë edhe formalizimin, mendoj unë, të aktivitetit privat, por edhe rritjen e të ardhurave tatimore dhe më pas edhe rritjen ndoshta edhe të pagës, atë që thamë për rritjen e kontributeve. Do ta filloj një çik me pjesën që është më e prekshme, po them, për të ardhurat personale. Nuk ka ndryshime thelbësore në të ardhurat personale, se jemi në prag të fillim vitit dhe që duhet të njihen qytetarët, por ne kemi trajtuar, ndoshta do të trajtojmë edhe një temë kur të afrohemi në vitin 2026 janar dhe në mars, por kemi ndryshime që kanë të bëjnë pikërisht me ata persona fizik që kanë një aktivitet privat, janë të regjistruar si persona fizik, por kanë shitje apo malli apo produkti apo shërbimi, e kemi trajtuar me një klient më shumë se 8% apo me 3 klientë më shumë se 90%. Dhe pikërisht këtu ka ndryrë ligji për të bërë të mundur që këta persona, të cilët mund të jenë të punësuar, të mos i shmangen më pjesës së pagesës së të ardhurave personale, pikërisht duke bërë ndryshimin. Tani më konkretisht, unë do të thoja e para njëherë ku synon ky ndryshim në këtë projekt ligj, çfarë parashikon ky ndryshim dhe si do të veprojnë personat për të bërë të mundur të jenë korrekt me ndryshimet që do të pësojë ligji mbi të ardhurat personale. Ky nuk është një ndryshim, por është më tepër një sqarim ose një procedurë e cila duhet të ndiqet, se ka qenë shumë konfuze dhe shumë të paqartë tatim paguesit. Do të thotë që një person i cili siguron të ardhurat 80% nga një klient i tij, dhe i vetë punësuar nga të një, ose të
siguron 90% të ardhura nga 3 klientë, ose jo më shumë se 3 klientë, atëherë këta do të quheshin të gjithë të ardhurat e tyre do të quheshin të ardhura nga punësimi. Dhe do të trajtoheshin pas ligjit në të ardhura nga punësimi, do të trajtoheshin si paga me atë progresivitetin e tyre 13 dhe 23%. Ndërsa këtu kam patur, ka patur një si thuash, një paqartësi të madhe se në këtë ligj u futën të gjithë ata të cilën e realizonin këtë objektiv. Mirë po, ligji tanishëm i ndryshuar e qartëson për ata persona të cilët kanë qenë më përpara dhe kanë realizuar dhe kanë hapur një biznes që nga viti 2016 për shembull, dhe kanë patur të njëjtën status me një klient ose 2 klienta dhe që deri në atë kohë ka qenë e qartë që këta kanë pasur një aktivitet biznesi, nuk janë shkëputur nga një subjekt tjetër për të dalë si i pavarur dhe i vetë punësuar për arsye të mos paguaj detyrime e tatimore. Se çfarë ndodhi? Shumica duke qenë se ligji lejon që deri në 14.000 lekë ose 14 milion lekë të vjetra nuk ka tatohet bizneset e vogla ose të vetë punësuarit, individi tregtar, atëherë shumica për shembull avokatëve, juristëve, specialistëve, të cilët ishin në për subjekte, të atashuar në për subjekte, dolën privat. Për arsye që të mos e paguanin këtë detyrim mbi pagën e tyre, që ishte 13 dhe 23%. Kjo ishte por ky numër ishte shumë i madh, një evazion tepër i madh, nga 16.000 që ishte në vitin 2016, për shumë se mbaj më të mirë atë, ka kaluar në 29.300, domethënë persona të cilët kryen një aktivitet si të vetë punësuar dhe me këtë lloj statusi janë shtuar në mënyrë të tepërt. Dhe kuptohet qartasi që ky ishte thjesht se i lehtësonte ose abuzonin mbi ligjin. Atëherë për ta parandaluar këtë, shteti bëri atë tatimin progresiv, ose i ndau këta të vetë punësuar si të ardhurat e tyre si të ardhura nga punësimi, të cilët i tatonte. Normalisht si gjithë të tjerët që të janë të atashuar ose marrin pjesë në një etnitet ose një firmë, si punëtor të punësuar. Atëherë këtu shteti bëri barazinë e tyre, mirë po në këtë rast digjeshin situash edhe këta të cilët e kishin pasur këtë status që më përpara. Ju quheshin edhe këta sigurisht hapur një subjekt për abuzim. Për abuzim, në fakt për të shmangur, për të shmangur, për abuzim që kanë bërë me të ardhurat, pagën. I qëllimshëm ishte, domethënë ishte një ndarje ose veçim ose hapje e një aktiviteti për të mos paguar, domethënë detyrimin. Edhe aq më tepër që ishte një shumë e subjekteve në numër të madh. Normalisht që kjo atëherë shteti kryesisht profesionet e lira. Në këtë rast shteti e qartëson për ata subjekte të cilët kanë qenë të hapur që përpara 2016-s, pavarësisht se realizojnë të objektiv që një 80% me një kliente dhe 90% me 3 klienta, ata nuk duhet të tatohen si biznese nga të ardhurat e tyre nuk do të tatohen si të ardhura nga punësimi, po si të ardhura nga biznesi. Të që administrojnë ligjeve nga biznesi. Por ka një veçanti, që këta persona fizik të cilët ushtrojnë një aktivitet privat, të paktën që janë të regjistruar në degën e tatimeve, normalisht janë regjistruar për të shmangur tatimin mbi pagat, sepse paga e tyre ndoshta është më e lartë dhe paguajnë edhe kontributet sigurisht shoqërore më shumë, paguajnë edhe tatim kryesisht më shumë, sepse kontributet vlen e kemi shpjeguar për veten e tyre. Dhe duke marrë shkas nga fakti që deri në vitin mos gaboj 2027 nuk ka tatim mbi. Po, deri 2029 nuk do ketë tatim. Ata do të vazhdojnë akoma të këtë bëjnë që shmangin deri në atë vit. Domethënë ata shmangnin edhe tatimin mbi të ardhurat dhe tatimin mbi sigurimet shoqërore. Se normalisht ata sigurohen me pagë minimale. Si vetë punësuar me pagë minimale. Edhe kjo ka të bëjë dhe me atë heqjen e informalitetit edhe për pagimin e sigurimeve shoqërore. Por do të thoja unë, por kjo rëndonte një pjesë të mirë të atyre të cilët kishin qenë qysh më përpara në qëllimin e tyre për të kryer aktivitet. Domethënë atë nuk kishin dalë ose shkëputur
kur doli ligji për të përfituar. Këtu e qartëson në këtë ligj. Këtu e qartëson. Por e qartëson me një deklaratë të statusit të vetë punësuarit. Ai është rëndësishme. Është rëndësishme. Ai i cili plotëson këto kritere, duhet që të mos digjet nga këto lloj kritere, duhet që patjetër të mbush një deklaratë. Deklarata e statusit personal, edhe ku të shkruaj të gjithë formalitetet që duhen dhe për kontraktuesin të cilët i kryen shërbimin, edhe për veten e tij, se sa kryen shërbimin dhe cili është qëllimi i aktivitetit të tij. Këtu është një formular i cili pothuajse prej 10 faqesh ku po më kryesorët mundi përmendni fëmijë nëse e keni këtë. Duhet adresa të sakta, do të thënë tipi i të ardhurave, të realizuara, se çfarë shërbim për shembull marketingu ose shërbimi IT ose do të thënë lloji i shërbimit duhet të jetë i saktë. Duhet të jetë edhe kontrata me kontraktuesin, i cili vërtet ai ka paraqitur ose i ka këto lloj të ardhurat që ti i ke faturuar dhe janë do të thënë deri në detaje, do të thënë është kjo për të shmangur atë pjesën që mos abuzohet. Por ai i cili në vërtet ka një qëllim të pastër dhe të drejtë, të saktë, normalisht do vazhdoj pa u tatuar dhe pa u bërë pjesë e këtij detyrimi. Kjo është pak pjesë e vështirë do të thoja unë, sepse një person i cili ushtron një aktivitet privat dhe mund të zgjedhë midis asaj që punësohet në një subjekt ose shet shërbime në ai subjekt. Kështu që kjo është në zgjedhjen e tij, që janë fshehur situatë ose janë strehuar diku në një vend tjetër. Po llogarit që bën në një person mendon që shmang në thonjza detyrimet që duke qenë brenda kuadrit ligjor, ose shumica kanë bërë kështu tash nuk bën më fatura me një klient, po bën me shumë klient. Për të shmangur atë 80% ose 90%. Saj për t'i dalë kësaj skeme. Por diçka në fakt ka ndodhur, thënë edhe po ndos. E kam parë në fakt edhe në ligjin aktual, po edhe në projekt ligjin që pritet të miratohet. Po personat të cilët ushtrojnë një aktivitet privat, personat fizik bëhet fjalë, pavarësisht se po mendojmë që ata nuk po shmangin detyrimet që rritin nga tatimi mbi të ardhurat, janë vërtet persona fizik që shesin shërbime apo shesin produkte, por që këto shërbime, këto produkte i shesin për një aktivitet privat jo në Shqipëri, por jo rezident në Shqipëri. Po vetëm këta përjashtojnë. Çfarë ndodh me këtë dhe a janë detyruar që edhe këta të bëjnë atë deklaratën që parashikon projekt ligji? Ligji e thot në mënyrë të veçantë dhe thot përjashtohen të gjithë të tatim paguesit ose të vetë punësuar, të cilët kryejnë shërbime me persona jo rezident, ose me persona të cilët nuk kanë kështu seli në Republikën e Shqipërisë. Këta janë të përjashtuar. Pavarësisht se kryejnë shërbimin në një klient ose në 3 klientë. Pavarësisht janë të lirë dhe në këtë rast nuk i përfshin ligji. Por gjithmonë pyetjet e qytetarëve, por nëse një person i cili ushtron një aktivitet privat shet shërbimet e veta me 2 klientë, me 3 klientë, por një klient është jo rezident në Shqipëri dhe një tjetër është rezident. Çfarë ndodh me këtë? Po normalisht do të bëhet raporti. Në ky që është në Shqipëri nuk duhet kaloj 8% ose 9% në rastet ku janë 3 klientë. Po e qartësuam edhe këtë, besoj jemi qartë, ndoshta deklaratën që duhet të besoj një personi fizik. Duhet ketë një gjë më fal që në pas të ligjit të procedurave tatimore i ri për ndryshimet që ka, në qoftë se kryet një shitje ose eksport jashtë shtetit në një individ të caktuar, duhet patjetër e qartëson ligji, patjetër që të shënohet karta identitetit të tij, adresa përveç adresës së plot, numrin e shtëpisë dhe adresa e plotë, qoftë edhe subjektit. Por duhet edhe ID-ja e tij. Për arsye që të identifikohet se cilit person ti i ke shitur. Kjo e bëhet edhe në kuadrin si thua luftës kundër evazionit, por jo brenda vendit, por edhe jashtë vendit, në bazë të marrëveshjeve që bëhen me shtetet tjera. Pra dhe individët të cilët nuk janë rezident në Republikën e Shqipërisë, po përfitojnë në një shitje
furnizim nga qytetarë shqiptar ose firma identitete shqiptare, ata duhet patjetër tek fatura të shënohet të gjitha gjeneralitetet e sakta. Po. Kjo Që të identifikohet pikërisht që të identifikohet personi tjetër i cili nuk është merr këtë shërbim. Banor i Republikës së Shqipërisë, por kudo që të jetë. Po, edhe ndoshta kjo dhe në kuadër të shumë fushave që ne kemi tashmë me marrëdhënie jo vetëm në fushën e tatimeve, por edhe në fusha të tjera me shtetet e Evropës, po edhe me gjerë. Megjithatë, tashmë ka shumë projekt ligje dhe kuptohet që ne do mundohemi t'i prekim pa nga pak të gjitha dhe jemi në pritje, kuptohet e kemi përsitur të që janë vetëm projekt ligje dhe jemi në pritje të miratimit të këtyre projekt ligjeve nga parlamenti, po dhe të projekt vendimeve nga qeveria, po kemi ndryshime në fakt edhe në ligjin numër 87 të vitit 2019 për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit të ndryshuar. Që edhe kjo në projekt ligj. Kjo këtu futeshe, kjo që thash për personat jo rezident në Republikën e Shqipërisë, kur i bëhet një shitje, duhet që fatura vetë të ketë. E dyta është që ka të bëjë më shumë me të gjithë tatimpaguesit të cilët bëjnë raportimet brenda muajit, do të ndryshoj data 10, se brenda datës 10 duhet të mbusheshin dhe të paraqiteshin librat e blerë librat e shitjes, tash është data 11. Kjo bëhet për disa arsye, se disa fatura të cilët ishin shërbime deri lejoheshin të priteshin deri më datën 10. Mirë po, sistemi nuk i shfaqte dot në datën 10 dhe të gjithë subjektet ishin detyruar të bënin sistemimin e të dhënave të muajit përkatës. Atëherë tash fati i fundit është data 11. Por duke qenë të qartë që fatura do pritet deri në datën 10. Kjo është tjetër për të shmangur atë pjesën po themu të datës 10, sepse përsëri deri në datën 10 do jetë detyrimi për të bërë prerjen e faturave, por 24 do procesohet. Afati ligjor do jetë 11 për të përgjigjur në sistemin elektronik të tatimeve që të mos kemi penalizime. Tjetër është se janë në importet, të cilat përsëri janë futur në sistemin e fiskalizimit, sistemin unik të fiskalizimit, mirë po sipas ligjit të vjetër duhet që secili subjekt duhet ta fiskalizonte këtë import, faturën doganore brenda 3 ditëve, e cila u vërtetua që ishte pamundur për të bërë. Dhe ligji tash për shkak të sistemit elektronik, për shkak të gjenerimit të tëra, domethënë ka një gjë që pa e pamundur, po shteti, domethënë tatimet nuk u reaguan, domethënë të vendosnin penalitete, po e panë që kjo nuk ishte funksionale, atëherë e ndryshuan ligjin. Do të bëhen deri më datën 7 të muajit pasardhës. Domethënë të gjithë fiskalizimet e importeve do të bëhen deri në ditën e 7 të muajit pasardhës. Kështu që ka një afat kohor për 7 ditësh, por kjo s'do të thotë që të pritet data 7 edhe të bëhet ajo. Për arsye se do të, domethënë, meqense se këto fatura janë sistemit tatimor, janë në sistemin doganor, normalisht ka anomalira të ndryshme. Atëherë që të jenë korrekt subjektet, duhet që me të kryer importi, personi përgjegjës i cili e kryen këtë import deklaroj faturën tek ekonomisti i cili bëj fiskalizimin. Domethënë apasapi. Për arsye se po u grumbullua në fund fare përsëri do ketë anomali. Do ketë probleme, do ketë më pas se janë dy sisteme, duhet të përputhsen dhe rezonojnë, dy sisteme të ndryshme rezonojnë. Edhe hasin gabime të cilat pastaj më vonë fundit e paguan tatimpaguesi. Meqense jemi në këtë fushë, Fatmir, kemi folur në emisionin e kaluar për paqen fiskale, atë që edhe për atë jemi në pritje të miratimit të ligjit, por jo më vonë se dije, kemi një deklaratë të përfaqësueses FMN-s, e cila jepte mendime ndryshe nga ajo që ka të bëjë me paqen fiskale. Jo ndryshe, po do të ketë probleme. Ju janë përcjell pikërisht këtë ligje dhe e keni diskutuar me komunitetin tuaj dhe ndoshta jeni dhe me antarët e Këshillit Tatimor. Me antarët e Këshillit Tatimor dhe a ka patur reagime, sugjerime për ndryshime në këtë projekt ligj?
FMN-ja si gjithmonë ka bërë këto vërejtje. Në asnjëherë nuk ka qenë pro faljeve dhe detyrimeve tatimore, në çdo lloj periudhe që me sa më mentuar, në të gjitha rastet ka qenë kundërshtare. Për arsye se ajo ndikon më shumë tek pjesa ose i mëson më shumë pjesës së evazionit ose të përfituesve të padrejtë që bëhen nga këto lloj faljesh. E ka fjalën për ata të cilët nuk kanë qenë të rregullt edhe normalisht e kanë lënë pa paguar detyrimet dhe në fundit një ditë me mendimin që një ditë do të falen siç po falen. Ndërsa ai që ka qenë gjithmonë i rregullt normalisht nuk përfiton asgjë nga kjo edhe vazhdon të jetë akoma përsëri i rregullt. Është një temë në fakt që është një temë që pasaj plus që FMN-ja mëson edhe një çik më lart. Se thot në këtë lloj fushate ose këtë procedure përfitojnë dhe ata që bëjnë evazion fiskal ose pastrim parash, më mirë se. Ligjet do të synojnë, ne kemi trajtuar në para 2 emisionesh, pikërisht edhe atë pjesë që forcimin e ligjit për të bërë të mundur edhe shmangjen e evazionit fiskal apo dhe pastrimit të ligji gjithmonë ka synuar të shmangë dhe forcimin edhe eliminimin dhe informalitetit, mirë po gjithmonë do ketë evazion dhe informalitet. Janë pjesë e strukturave të mosdalemi në kjo. Që këtë ta bëj si thua të bëhet dere hapur qeveria për të ndodhur informaliteti. Se duke qenë se kjo mund të mësohen se një ditë prej ditësh përsëri do të ketë falje dhe unë nuk paguaj përsëri detyrime. Vazhdon si thua loja me kungulleshka Nëse unë do ta mendoj pak më ndryshe, sepse projekt ligji parashikon faljen e detyrimeve 10 vjet më herët. Ato detyrime normalisht janë të ngurtësuara pavarësisht në bilancet e tatimeve, ato se si kanë mbetur aty, janë nga evazioni, janë nga gabimet, janë nga pamundësia për t'i paguar. Kjo dhe ndoshta kjo do lehtësoj edhe biznesin, sepse këto të ardhura më pas do fillojnë të gjenerojnë. I qeverisë prandaj ka kundërshtim me FMN-n, se FMN-ja i nështrohet më shumë ose i mëson më shumë rregullit. Ndërsa qeveria ka një lartëpamësi më të madhe, se thotë këto lekë të cilat unë i kam të ngurtësuara, unë do t'i ngurtësoj, do t'i çliroj, do të jetë një energji, do të jetë një hop ose një shumë e madhe të ardhuar që do të përfitoj shteti. Dhe bilancet normalisht nuk ka se të rinë për bilance me vite të tëra, se bëhet fjalë për më shumë. Fillon një start i ri, pastruar, do të thënë. Edhe ato ai biznesë që nuk e ka patur këtë mundësi për të shlyer detyrimet të para 10 vjetëve dhe më shumë, normalisht tashmë me amnistinë, me paqen fiskale do të bëjë të mundur që do të fillojë do të rifillojë, do bëjë një restart. Do ketë dhe ai edhe ai e ka gjetur mundësinë e tij, jo ka mbetur ka hapur një subjekt tjetër dhe ka lënë subjekt. Po duke qenë gjithmonë në tutel, ashtu po, në tutel. Çekanin e pikërisht ata masës debitore apo detyrimit që ka patur. Her pas here apo si thua se mos më zbulohet ose se mos më kërkojnë, po plus ka dhe një gjë tjetër, se përveç se ti kur ke detyrimet tatimore në masat shtrënguese që velen, në fund fare janë edhe vendosja e barës sigurisë në hipotek, i cili të ngurtëson këtyre tatipaguesve dhe që kanë detyrime, i kanë ngurtësuar pronat, si nuk mund t'i shesi. Që bëhet edhe kjo. Po kjo është një barë e madhe e cila përsëri, prandaj edhe këtu është ajo si thua synimi kryesor që çlirohen edhe këto asete dhe futen në treg. Po që kanë vlera të mëdha. Domethënë normalisht që kanë përveç se stresit, si thua ti, anës ka dhe kosto emocionale, përveç financiare, ka dhe kosto emocionale. Kosto emocionale, po dhe kosto financiare, e cila çlirohet në një barë të madhe të këtyre që i ka ashtu ngurësuar hipoteka. Po. Dhe vazhdojmë, kemi përsëri një projekt ligj që mendohet të ndryhej në procedura tatimore. Ne kemi trajtuar pas here procedurat tatimore, është një fushë shumë e gjerë, por gjithsesi edhe ky projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 9920
të vitit 2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, projekt ligji ka ndërhyrë ose kërkon të ndërhyjë për përmirësimin e situatës. Ku synon? Cili është qëllimi i këtij projekt ligji dhe çfarë efekte do ketë kuptohet në aktivitetet private? Ligji për procedurat tatimore domethënë gjithmonë është në ndryshime sipër, domethënë në pas situatave edhe të kohës, situata që sjell koha, ai ka ndryshuar her pas here, or në mënyrë tërësore, por edhe në mënyrë si thua graduale. Në këtë rast, ligji procedurat tatimore ndryshon në formatin e raportimit të korrespondencës midis tatim-paguesit dhe tatimeve. Do të thotë, kjo është shumë e rëndësishme, të gjitha dokumentacioni, të gjithë informacioni i tatimeve, me ligjin e ri, ose me ndryshimin që ka ndodhur këtu, do të quhet zyrtare dhe posta elektronike. Përveç postës zyrtare manuale që është. Do të thotë që secili subjekt duhet patjetër të paraqesë në drejtorinë e tatimeve një postën e vet elektronike, emailin e tij, telefoni normalisht, dhe këto duhet të jenë të sakta dhe duhet të jetë i përqendruar tek njoftimet që do t'i vinë nga drejtoria e tatimeve, se nuk mund të presë me tash postën ardhi apo s'ardhi. Do të quhet zyrtar edhe njoftimi elektronik, i cili duhet të ketë përgjigje nga tatim-paguesi brenda 10 ditëve. Dhe që në momenti që është nisur dhe duke numëruar 10 ditë, duhet të ketë përgjigje ndryshe, pastaj për mos dhënie do të penalizohet për mos dhënie të informacionit. Po, subjekti. Fatmir, duhet të jemi çik të vëmendshëm këtu në kjo pjesë, sepse të paktën unë e ndjej atje në strukturat e shoqërore që një qytetar ka hapur një faqe në Albania, ka regjistruar një adresë emaili, ka regjistruar dhe një numër telefoni, por me kalimin e kohës ka haruar fjalkalimin ose passwordin e emailit, ka haruar dhe fjalkalimin ose passwordin e Albanias dhe është detyruar të bëjë gjenerimin e një adrese tjetër elektronike për të mundur kur të bëjë rifreskimin e tyre duhet ta shpërndajnë të gjitha drejtimet. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me fushën e tatimeve në procedurat tatimore. Dhe tashmë ligji se nuk mundesh mangësh dot sepse nuk kam njoftim tashmë në rrugë postare. Por do të konsiderohet me ligj edhe njoftimi në rrugë elektronike, që do thotë ndoshta kërkon një apel për gjithë personat të cilët ushtrojnë një aktivitet privat që të verifikojnë edhe një herë adresat e emailit, nëse i kanë ato aktive ose jo, nëse i kanë apo jo njerëz, se ka që s'kan akoma, që nuk kanë regjistruar. I kanë apo jo aktive dhe tjetra të jenë të vëmendshëm tek funksionimi i tyre. Nuk ka justifikim ti e ke adresën të saktë, të ka ardhur njoftimi dhe ti thua unë se kam parë. Ky nuk është justifikim me tash. Duhet të bëjnë në fakt një lidhje midis adresës, emailit dhe telefonit. Ose kompjuterit të punës, në tavolinë e punës ku kanë duhet që emailin ta kenë të instaluar, që njoftimi kur të vijë nga degët tatimeve në moment në kohë reale të shfaqet, që kemi njoftim dhe është pastaj afati 10 ditor për të reaguar, për të përgjigjur. Në radhë të parë duhet të kulturohen në këtë pjesë, në këtë drejtim, për arsye se të gjithë mund të kenë një email, edhe kur ju vjen ndonjë email për arsye personale ose familjare, e shohin. Kur ju vjen një email nga drejtimi tatimor, se kanë akoma të kulturë, do të thënë, nga tatimet, nga Albania, nga sigurimet shoqërore, institucioni përkatës, se tash dhe institucionet e tjera përkatëse kur të vjen një job ose një duan të dërgojnë një njoftim, e bëjnë nëpërmjet fushës elektronike edhe të thonë që unë ta kam dërguar. Tashi shumica e këtyre, të paktën me sa kam asur unë në puna ime, shumica e tyre thonë që unë se kam parë. Po tash kjo nuk është justifikimi me. Deri mund të theshe. Me ligj nuk mund të justifikosh. Po, nëse ti ke marrë një vendim, ke hapur një subjekt, ke hapur një firmë, do ky është aktivitet tregtar dhe edhe administratori i asaj firme, ti janë shkalon të gjitha këto probleme, sikur je thjesht vetëm për të marrë ato 2 lekë në qoftë se do t'i fitosh. Të gjitha të tjerat
duhet i kryejnë të tjerët, por këto janë personale. Emaili është personal, i tia, i firmës së tia. Nuk mund të t'ja delegosh ekonomistit, pavarësisht se ne shpesh ndërhyjmë edhe në këtë pjesë. Por tash me ligjin e ri nuk mund të mbaj përgjegjësinë unë që s'ka ardhur njoftimi ty dhe unë jam ai që s'kam njoftuar ty. Po. Se është duhet jenë të vëmendshëm e para një të verifikojnë nëse i kanë apo jo. I kanë ose jo adresat elektronike. I kanë të sakta apo jo. I kanë të sakta dhe i kanë aktive. I kanë funksionale po. I kanë aktive nëse duhet që dhe të marrin masat. Dhe pesta, si të thuash, duhet jenë të vëmendshëm për të gjithë llojet e njoftimeve të bëjnë procedurat përkatëse. Brenda fatit ligjor, më pas ka penalizime. Të pas ka penalizime. Penalizime sipas procedurave tatimore, të cilat nuk kanë ndryshuar, do të vazhdojnë të jenë ato që ne i kemi trajtuar dhe në emisionet e kaluara. Mirë, diçka më thënë që vlen ta diskutojmë, është ndoshta herët, për shkak se nuk kanë marrë forcën e ligjit këto projekt ligje, po ka të bëjmë me rritjen e pagës minimale, me rritjen e pagave. Normalisht rritja e pagës minimale ne thamë që ndikon në skemën e sigurimit vullnetar, po ndikon edhe në aktivitetin privat, sepse do të kemi kontribute më shumë. Nuk kemi të përcaktuar sot se nëse kemi një fashë 50.000 lekë, që nuk paguan ti mbi të ardhurat personale, normalisht nuk e dim nëse kjo do të ndryshojë ose jo. Po besoj se po. Por të paktën sipas deklarimit të kryeministrit, për deri në 9 muaj, pikërisht rritja e pagës ose rritja e detyrimeve tatimore për shkak të rritjes së pagës do të ketë një financim apo mbulim të kësaj diferencë nga buxheti i shtetit. Si do të funksionojë kjo dhe sa do të jetë efektive për biznesin, sepse 50.000 lekë gjithë bizneset, persona fizik, por dhe të punësuarit e personave juridik normalisht do kenë nga 1 janarit do kenë edhe detyrime më shumë për sigurimin shoqëror dhe detyrime më shumë tatimore. Por kjo skemë ka ekzistuar më përpara, pavarësisht po jo të gjithë subjektet, por për subjektet të veçanta, subjektet të cilët kishin mbi 20 të punësuar, por si thua ka qenë shumë e vakt. Do të thotë që një pjesë të atyre sigurimeve do të bëhet një bordero e veçantë, listë pagesë e veçantë, ku do t'i paguhet zakonisht dhe paraqitet tek zyra e punës. Në shërbimi kombëtar i punësimit apo Agjencia Kombëtare e Aftësive dhe atë e bënte zyra e punësimit. Kjo mund të jetë në totalin e vetë edhe masë. Ju po flisni për programet për nxitjen e punësimit. Ka qenë si tip programe, që dhe vazhdojnë. Në rast nëse do bëhet masive, do quhen më programe. Po normalisht s'ka si të jenë programe për nxitjen e punësimit, për shkak se në rastin e parë. Po përsëri mbështetja është kjo. Trajtohen nga Agjencia Kombëtare e Aftësive dhe Punësimit për një pjesë kategori të caktuar subjektesh, kurse nëse ky ndryshim do të jetë për të gjitha subjektet, normalisht këto duhet të trajtohen jo nga Agjencia Kombëtare, po nga dega e tatimeve për të përballuar diferencën gjithmonë të tjera. Në rasti ka pasur raste përsëri në rastin e pandemisë, do thonë ishte një skemë e tillë që do jetë mbështetje pikërisht për biznesin për të bërë të mundur që ndryshimi efekti financiar. Si thua inshallah këtë radhë është e vërtetë dhe mundet. Gjithsesi do të presim miratimin e projekt ligjeve për të qenë edhe ne më të qartë dhe për të sqaruar më pas edhe qytetarët. Fatmir, ka ndryshime projekt ligje të ndryshme dhe projekt vendime, të cilat shumë shpejt, për shembull në fund të këtij muaji ndoshta do kemi një vendim për bonuset e pensionistëve në fund vitit, të cilët në 1 dhjetor kryeministri ka deklaruar që do fillojnë të shpërndahen, që do thotë brenda datës 30 nëntor të këtij viti do kemi pikërisht edhe vendimin e Këshillit të Ministrave për bonusin e fundvitit, në çfarë mase dhe cilat kategori dhe si do të përfitohet. Ne do të jemi këtu për t'i sqaruar qytetarët. Do të kemi edhe projekt vendimet për atë shtesën e pensioneve. Do të kemi gjatë kësaj periudhe, se kemi edhe një muaj gjysmë kohë, do të kemi edhe miratimin e ligjeve, të këtyre që ne kemi diskutuar. Kemi në fakt, nuk kemi kohë të trajtojmë edhe projekt ligje të ndryshme që kanë bëjmë me ndryshime dhe kjo është e rëndësishme në fakt me taksat vendore, sepse edhe këtu ka ndryrë, ose kemi një projekt ligj që do ndryjë
në taksën vendore gjithmonë në interes të qytetarëve, me sa e kam parë unë ka të bëjë pikërisht me shmangjen e disa taksa vendore për punë publike, po them për infrastrukturën, për ndërtimin e shkollave, për ndërtimin e kopshteve, të çerdheve, për punë publike, po ose për kontrollin e infrastrukturës në punë publike, për të bërë të mundur edhe lirimin e biznesit pikërisht nga kjo taksë vendore. Megjithatë nuk kemi kohë televizive për ta trajtuar më hollësisht, do ta lëm në emisionin tjetër. Ne, të dashur teleshikues të Shkoshës, trajtuam sot bashkë me zotin Fatmir Ceci pikërisht ndryshimet që do të pësojnë ligjet veçanta, disa prej tyre që kishin bënë me procedurat tatimore, me tatimin mbi të ardhurat, apo dhe me sistemin e faturimit dhe sistemin të monitorimit të qarkullimit, dhe cila ishte dhe cili do të jetë efekti në momentin që do të kemi një rritje të pagës minimale apo të pagës mesatare, kryesisht në skemën e sigurimit vullnetar, por edhe në përfitime si që janë ato pensionet e invaliditetit të plot, të pjeshëm dhe të reduktuar. Megjithatë, do të vazhdojmë edhe në emisionet e ardhshme deri në fund të vitit. Kuptohet që do jenë këto temat kryesore që do të trajtojmë në emisionin Çfarë duhet të dini. Deri të martën tjetër, miru takoshim në emisionin Çfarë duhet të dini.